Kreu i strukturës së posaçme antikorrupsion Altin Dumani për 5 orë raportoi veprimtarinë e SPAK për vitin 2024, ndërsa foli për një sër çështjesh në mbledhjen e përbashkët të Komisionit të Çështjeve Ligjore dhe Administratës Publike me Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale. Dumani deklaroi se pas përfundimit të mandatit si prokuror i posaçëm nuk do të rikandidojë. Ai ripërsëriti problematikën e paqartësisë së mandatit të prokurorëve dhe deklaroi se vetëm në një vit u mbaron mandati 11 prokurorëve dhe do të jetë e vështirë që të zëvendësohen. Për kreun e SPAK kjo cënon edhe procesin hetimor. Në përfundim të sigurt është, ju siguroj që në përfundim mandatit 9 vjeçar nuk do rikandidoj. Për prokuror zgjedhja ime kam bërë këtë marrëveshje me mua që kur kam me veten time që kur kam hyrë në këtë, kur kam aplikuar për të qenë prokuror i posaçëm, por unë flas në emër të institucionit. A mund ta imagjinoni në vitin 2028 11 apo 13 prokurorë, 11 të paktën 11 prokurorëve të posaçëm ju mbaron mandati brenda një viti. 11 prokurorë të posaçëm. Mund ta imagjinoni boshllëkun që krijohet, vakumin që krijohet në atë institucion. Unë vlerësoj se ne nuk kemi aq shumë burime njerëzore, se po të kishim nuk do duhej dhe ajo gjitha ajo reforme e tjera e tjera. Nuk kemi aq shumë burime njerëzore që sa t'i zëvendësojmë këta prokurorë. 11 prokurorë në një vit. Është e pamundur t'i zëvendësosh. Dhe e dyta është tjetra. Këta prokurorë kanë çështje që ndjekin me vite të tëra. Dhe një moment të bukur ti i thua mandati yt mbaroi, s'ke punë me çështjen, sa vi prokurori tjetër, ta ambientohet me çështjen e tjerë dhe cënohen hetimet në këtë drejtim. Dumani foli edhe për presion ndaj prokurorëve, presion të cilin tha se vijnë nga aktor mediatik dhe politik. Siç besoj e keni vënë re, SPAK përpiqet të ri larg këtyre deklaratave politike, duke mos u përfshirë në debate apo në replika në rastin e deklaratave politike, patjetër janë shqetësim. Sidomos kur gjuha e përdorur te i kalon cakun dhe këto deklarata politike frymëzojnë patjetër dhe elemente të krimit të organizuar dhe bëjnë më vulnerabël prokurorët e posaçëm dhe familjarët e tyre. Ne këtë e kemi vënë re edhe në punën tonë të përditshme, sepse pas këtyre sa herë që sulmet politike shtohen, vjen re edhe shtime të rasteve të kërcënimeve të prokurorëve të posaçëm. Por ne rrim, siç e thash edhe më parë, ne rrim larg deklarata politike apo retorikës politike, sepse s'është pjesa jonë. Kjo pjesa jonë është kujdesemi të hetojmë çështjet të bazuara në prova dhe në ligj. Kreu i SPAK deklaroi se përcaktimi grupi strukturuar kriminal për personat që po hetohen dhe gjykohen si të përfshirë në aferën e inceneratorëve është bërë nga prokurorët e SPAK në bazë të konventës së Palermos. Prandaj, pikërisht se organizata kriminale, shkalla më e lartë e bashkëpunimit, për të cilin konventa e Palermos, por kodi penal ka parashikuar qartë kriteret se kur mund të atribuosh organizata kriminale, ne kemi qenë të kujdesshëm dhe thash kemi vetëm 2 raste për organizata kriminale. Kurse për grupet strukturuara kriminale, siç ligji e parashikon, siç kodi penal e parashikon, siç konventa e Palermos e parashikon, mjafton që bashkëpunimi të jetë i atij niveli sa që të kalon bashkëpunimin e thjeshtë. Dhe në këto raste ne kemi atribuar bashkëpunimin në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Lidhur me nivelin e bashkëpunimit të posaçëm apo të thjeshtë në rastin e asaj që ju quheni si i inceneratorëve, është vlerësimi i prokurorëve të posaçëm se bashkëpunimi ka qenë i thjeshtë dhe prandaj dhe janë akuzuar për bashkëpunim të thjeshtë dhe jo në kuadër të grupit kriminal. Ndërkaq që ai dënoi rrethimin e SPAK-ut nga mbështetësit e ish kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj në muajin shkurt, duke e konsideruar si akt të shëmtuar që nuk ishte ndodhur ndonjëherë. Dumani tha se vija e kuqe për SPAK-un është gjithmonë prova dhe jo emri i individëve nën hetim. Faktikisht ishte një shfaqje shëmtuar, rrethimi i prokurisë dhe gjykatës së posaçme atë ditë, ngjarje shumë e shëmtuar e përjetuar nga prokurorët e posaçëm, nga administrata dhe nga gjyqtarët e gjykatës posaçme, një ngjarje që s'kishte ndodhur ndonjëherë. Patjetër që
ne në mënyrë institucionale sinjalizuam institucionet përgjegjëse, të cilët nuk kishin marrë masa për mbrojtjen dhe për ruajtjen e rendit në prurinë e posaçme. Unë mund sjell përvojën time pas marrimit të gjykimit, doja të ikja në shtëpi dhe ishte ora shumë e vonë, nuk e di, vonë fare në 9:40. Dhe ka qenë me vështirësi, ndoshta e keni parë në pamjet, me vështirësi kemi kaluar përmes turnës të njerëzve në rrezikun, kisha edhe një emergjencë familjare dhe prandaj doja, sepse mund të prisja edhe 1 orë edhe 2 orë që të shkoja pak më vonë në shtëpi, por kisha një emergjencë familjare, ishte detyruar ta bëja televiziv pikërisht në atë moment, edhe ishte një moment shumë i vështirë, jo për mua, por kryesisht për trupën që më shoqërojnë, bodyguardët që më mbrojnë, por me shumë profesionalizëm ato u përpoqen të evitojnë çdo incident. Por ishte një moment shumë i vështirë që nuk duhet të përsëritet asnjëherë. A ka vit kuqe SPAK, vit kuqe nuk ka SPAK, vije kuqe SPAK është prova dhe vetëm prova për gjithë prokurorët e SPAK. Në momentin që ka prova, pak rëndësi ka emri. Deklaratën e kryeministit e kam trajtuar në kuadrin e retorikës politike. Mua nuk më shqetëson as deklarimet e kryeministit apo as dhe rastet ku deklarohem si kreu i organizatës kriminale. Mua më interesojnë provat dhe gjithë prokurorëve atje ju interesojnë provat. Përmes provave të ndërtojmë ndjekje penale të suksesshme. Kreu i SPAK-ut u shpreh se për gjatë 2024-s 10 funksionar të lartë publik janë dënuar me vendim të formës së prerë. Ndërkaq kritikoi mënyrën për arrestimin e ish-presidentit Ilir Meta, por tha se nuk është përgjegjësi e SPAK-ut. Nuk ndihem përgjegjës për shkeljen e ligjit, pasi nuk e kam ekzekutuar unë vendimin e masës sigurimit, patjetër që me mënyrë rastësisht e ekzekutuar masa e sigurimit, lë shumë për të dëshiruar dhe jam kundër asaj mënyre. E kam deklaruar dhe herë të tjera. Por përgjegjës prokuroria nuk është, pa ata që ekzekutojnë masën e sigurimit se ekzekutuam ne. Për gjyqtaren Irena Gjoka, Dumani tha se ka nisur një proces hetimi. Kjo është një pyetje që ka të bëjë me një çështje konkrete, e cila është në fazën e hetimit paraprak, dhe ne nuk mund të japim informacione lidhur me çështje që është në fazën e hetimit paraprak. Fazë hetimi paraprak dhe për cilat ne s'kemi patur prononcime publike. Ne konfirmojmë, po kemi një procedim penal të regjistruar në muajin qershor të vitit 2025 dhe po kryejmë veprimet e nevojshme hetimore në funksion të këtij procedimi penal. Sipas tij, nën hetim është edhe çështja me Gonigal. Sa kohë që është një çështje në hetim, nuk mund të jap asnjë informacion. Dumani deklaroi se struktura që ai drejton ka punuar me të gjitha kapacitetet për të hetuar krimet zgjedhore. Gjatë zgjedhjeve të fundit janë regjistruar 10 kallëzime dhe referime për shkelje të mundshme zgjedhore nga subjektet politike, qytetarë dhe institucione. Ne kemi marrë seriozisht çdo kallëzim dhe kërkesë për çështje zgjedhore nga gjithë subjektet politike dhe institucionet përgjegjëse për çdo informacion të përcjellë. Për zgjedhjet në vitin 2000, po flas për vitin 2025. Aktualisht ne kemi marrë një kryetar bashkie të pandehur për korrupsion aktiv. Kemi parë rast kur kemi parë një korrupsion masiv. Kemi në hetim një kryebashkiak tjetër, po për korrupsion aktiv gjatë procesit zgjedhor. Kemi arrestuar disa persona vetëm për zgjedhjet e këtij vitit 2025, disa janë dërguar për gjykim, disa janë në hetim. Kemi gjithashtu dhe, siç thash, 38 procedime penale, të cilat ne po i ndjekim me prioritet. Sa i përket draftit të kodit të ri penal, ai tha se organi që ai drejton është në fazën e hartimit të një materiali, në të cilin do të paraqesin rekomandimet dhe kundërshtit për pjesën e kompetencave të strukturës së posaçme.